Ky park lojrash ndodhet në rrugën Goce Delqev në Kërqov. Gjithçka e shkatruar dhe jo funksionale. Mbeturina gjithandej, bari pa pastruar, ngjan në një vend të braktisur e jo në një park ku duhet të lozin fëmijët. Këto pamje që sapo pat janë në qytetin e Kërqovës. Ky është një park fëmijësh në një lagje të qytetit të Kërqovës. Si ky park, ish kryetari i komunës së Kërqovës ndërtoi disa. Gjendja e parkut është siç e pat, gjithçka është shkatruar, janë hequr edhe terrasat e luhaceve, janë hequr edhe terrasat e ulseve, ndërkaq që janë prishur kontinjeret për mbeturina dhe të gjitha mbeturinat e shihen në tokë. Është ngrisur edhe rrjeti mbrojtës, i cili është për mbrojtjen e fëmijëve që të mos mund të dalin në rrugë. Se kush duhet ta mirëmbajë këtë park, si duhet ta mirëmbajë, ndjekim kronikën në vazhdim. Ky park dhe shumë të tjerë u ndërtuan nga ish kryetari i komunës së Kërqovës, por mirëmbajtja e parqeve çdo herë ka mbetur e pa definuar. Kërkuam qendrim nga ndërmarrja komunale se kush duhet të kujdeset për hapësirën, por nga atje nuk kemi asnjë përgjigje. Andaj, duke ju referuar ligjit për veçqeverisje lokale, kujtojmë se kompetencat për këtë i ka komuna, pasi në mesin e veprimtarive komunale që duhet të kryej, theksohet edhe mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve, gjelbrimit, parkpyje dhe sipërfaqeve rekreative. Afër parkut ndodhet edhe lumi Sushica, i cili kalon përmes qytetit, pikërisht në këtë pjesë është i stërmbushur me mbeturina dhe pa pastërti.